Përshëndes të gjithë demokratët dhe demokratët që kanë votuar gjerë tani në mbarë Shqipërinë në një proces shembullor, në një proces në të cilin në mënyrën më demokratike, referendare i shprehin besimin ose shprehin vullnetin e tyre për kryetarin apo dhe kundër tij. Në këtë rast, ftoj të gjithë demokratët e tjerë që nuk kanë votuar të përmbushin këtë detyrim të rëndësishëm statutor, të përmbushin këtë detyrim të rëndësishëm ndaj një procesi më demokratik që ekziston në të gjitha partitë moderne, europiane dhe botërore. Në një pjesë të tyre, më falni se janë pakicë, shumica përdorin procedura tjera, duke përfshi edhe vetëm duartrokitjen në sallë për zgjedhjen e kryetarit. I garantoj se do të përmbush me përkushtim të madh detyrimet e mia ndaj besimit të tyre, ndaj qëndrimeve të tyre. Unë besoj se përplitjet e një përfaqësuesi të botës krimit nuk mundet me asgjë të përlyejnë këtë proces më demokrat në Shqipëri. Përfaqësuesit e botës krimit nuk kanë dhe nuk do kenë kur vend në këtë parti. Ndarja jonë me botën e krimit është ndarje për jetë e vdekje. Kjo është zgjidhje përfundimtare e jona. Askush dhe asnjëri nuk mund të mendoj se të konsideroj fuqi në këtë parti fuqinë e krimit. Jo, zero.